Pasi u martua dhe shkoi në Zvicër, Angelusha Saliu ndryshoi krejtësisht stilin. Këngëtarja e njohur Angelusha Saliu ka bërë një hap të rëndësishëm në jetën e saj personale dhe profesionale, duke u zhvendosur në Zvicër pas martesës. Ky ndryshim ka sjellë një transformim të dukshëm në stilin e saj të veshjes, duke e bërë atë një figurë të admirueshme në skenën e modës. Pas kalimit në një ambient të ri, Angelusha ka filluar të eksperimentojë me një stil më të rafinuar dhe minimalist. Ndjekësit e saj në rrjetet sociale kanë vënë re se ajo tani më preferon veshje që janë më të thjeshta, por gjithashtu elegante, duke theksuar kështu një imazh të ri dhe të freskët. Gjatë kohës që kaloi në Kosovë, ajo ishte e njohur për veshjen e saj të guximshme dhe të mbushur me gur, të cilën e bënin të dallueshme nga të tjerët. Këto veshje ishin një shprehje stilit të saj të veçantë dhe personalitetit të saj artistik. Si përfundim, Angelusha po tregon se ndryshimi është pjesë e natyrshme e jetës dhe se çdo hap i ri mund të sjellë mundësi të reja. Ajo është një shembull i shkëlqyer se si mund të evoluosh dhe të rritesh si artist dhe individ, duke mbajtur gjithmonë një stil unik. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.